Pas 15 orësh vedorzohen 2 personat që fshiheshin në banesën në Orosh. 2 personat armatosur që ditën e sotme kishin qëndruar të izoluar një banesë të braktisur në fshatin Orosh të fusharzit Julian Cumraku dhe Arben Uka, ju dorëzuan forcave të policisë. Sipas burimeve, negociatat e vazhdueshme të policisë kanë dhënë rezultat. Pas përpjekjeve të mëparshme me vëllain dhe më pas me motrën e njërit prej të izoluarve të armatosur, forcat e rendit kanë arritur të bindin ata të dalin nga banesa. Operacioni antiterror që po zhvilloi prej orësh mbetet ende në progres për të siguruar zonën dhe për të verifikuar rreziqet e mundshme. Raportohet se forcat Renea do të kontrollojnë ambientin me qenë për armë dhe eksploziv që mund të jenë fshehur nga 2 personat.